Sot me sa pash këshilltarët komunal të opozitës kanë dërguar një kërkesë me shkrim në komunë ku kanë pyetur se për çfarë janë shfrytzuar gati 2 milion euro për kompaninë Job 2011, nëse nuk gaboj. Pra ato kërkojnë transparencë dhe kërkojnë të dinë se për çfarë janë shfrytzuar ato mjete, nëse mund të na sqaroni edhe këtë. Po shumë e thjeshtë, unë që kur kam ardhur, gjithashtu një ndër misionet që kam pasur ka qenë që çdo kush që punon, që merr një rrogë të vit të punoj. Dhe e dyta, çdo kush që punon të ketë një rrogë me kontribute dhe me të ecë edhe përvoja e punës. Unë kam hasur në komunën e Tetovës me dhjetra të punësuar, të cilët me 10 vite më shumë kanë punuar me kontratë në vepër dhe s'kan pasur një ditë përvojë pune dhe s'kan pasur një ditë të paguar, pensione, sigurime tjera. Pra, unë kam angazhuar një agencion privat për të siguruar punësimin e këtyre njerëzve të cilët nuk mund t'i punsoj me vendime të përhershme,